Me mbroma dhe faleminderit. Në këto momente që flasim, mbas kaq orësh seancë, krerët e socialist të grupit parlamentar janë mbledhur dhe po presin përgjigje nga Edi Rama se në çfarë mënyre dhe kur të ndërpresin seancën, me të vetmin qëllim që shqiptarët të mos marrin vesh se çfarë po gatuajnë me ligjin ashtu quajtur të barazisë gjinore. Ngren një furtunë në gotë, sikur ne jemi kundër barazisë gjinore dhe mos diskriminimit të gjitha formave, i cili është një standard evropian, dhe ndërkohë në ligj paraqesin paqartësinë gjinore, jo barazinë gjinore, i cili nuk është në asnjë standard të Bashkimit Evropian. Prova për këtë është vetë relacioni i qeverisë, i cili shoqëron ligjin, në faqen 5, 6, 7, 8 deri në faqen 11 i referohet mbi 40 direktivave të Bashkimit Evropian nga viti 1992 deri sot që flasim, ku bëhet fjalë ekskluzivisht për barazim midis burrave dhe grave, të drejtat barabarta midis burrave dhe grave, pagat barabarta midis burrave dhe grave, dhe askund nuk bëhet fjalë për identitet gjinor të shumëfisht apo shprehje të kësaj natyre. Mëtej, gjatë fjalës së tij në kuvend, Taulant Balla përmendi se i detyron Konventa e Stambollit, të cilët na e paskësh ratifikuar qeveria Berisha në vitin 2012. Çfarë është Konventa e Stambollit? Konventa e Stambollit titullohet Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Është një marrëveshje ndërkombëtare që synon të mbrojë gratë dhe vajzat nga të gjitha format e dhunës dhe të promovojë barazinë midis burrave dhe grave. Kështu që në asnjë rast nuk bëhet fjalë për një rezistencë tonën kundër barazisë gjinore, e aq më pak kundër diskriminimit. Kanë mashtruar në mënyrë të hapur edhe komisioneren Kos, duke sajuar faktin që zoti Berisha, duke quajtur binar ambasadorin e BE-s, është një deklaratë e tij e vetja, e ka fyer atë. Nuk është e vërtet, binar është një term që përkufizon një grup njerëzish jashtëzakonisht të respektuar, të cilët kanë marrëdhënie dhe preferenca dhe me burrat dhe me gratë. Pikërisht për këtë arsye bëhet ligji i mos diskriminimit, që kur dikush deklarohet binar, të mos ndihet i fyer, të mos ndihet i diskriminuar. Sot në këtë seancë, diskriminimin dhe fyerjen, duke konsideruar fyerje termin binar, e bën Toni Gogu dhe Taulant Balla, asnjë prej anëtarëve të Partisë Demokratike dhe aq më pak zoti Berisha. Jemi këtu dhe qëndrojmë pikërisht për një ligj për barazinë gjinore dhe mos diskriminimin, por nuk mund të lejojmë që nën këtë emër të fusin koncepte të paqartësisë gjinore, siç është identiteti i shumëfisht, identiteti i ndërlikuar, apo njerëz që ndrojnë mendje të mund të legalizohen, njerëz që ndrojnë mendje për gjinin që kanë duke mos e lidhur atë me gjinin biologjike. Ajo që po kërkojmë është terminologjia me të cilën shprehet në relacion vetë qeveria për direktivat e Bashkimit Evropian në lidhje me mbrojtjen e barazisë gjinore, ti kemi eksaktësisht siç e shkruan BE-ja në direktiva, të drejta të barabarta mes burrave dhe grave. Pik. Asgjë më shumë se kaq nuk kërkojmë. Ju faleminderit.